الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Të dashurit e mi vëllezër xhamatli, të gjitha falënderimet dhe tër lavdit i takojnë më të drejtë Allahut Dhul Gjelal. Vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kënd e udhëzon Allahu, nuk ka kush që e humb, dhe kënd e lënë humbje, nuk mundet kush ta udhëzoj. I lutemi Allahut dhe i përgjerohemi madhërisë së tij. Përshëndetjet dhe shumë selamet i adresoj për vullën e pejgamberisë, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, i cili ishte mësues i mbar njerëzis, mëshirë, udhëzues, drejtues dhe ai i cili barti mbi supët e tij sa që krejtë njerëzia prej Ademit alayhi salam e dete njeri i fundit nuk munden me bajt për të mirën e njerëzis sa bajti Muhammedi yn alayhi salatu wa tammu teslim. I ndihemi krenar që e kemi Muhammedin alayhi salatu wa salam vull të pejgamberis. O Zot, mundsona ja Rabbi që në Jannatul Firdaus t'jemi në pranim me pejgamberin ton alayhi salatu wa salam. Vëllezër të nderuar, është një thënie edhe tek të partë e muslimanëve. Kur thuhet tek të partë e muslimanëve, fjala është tek sahabët, shokët e Muhammedit alayhi salatu wassalam. A ka mundësi një gjuna të çon në xhenet dhe një sevap të çon në xhehenem? Parimisht, logjikisht nuk ka mundësi. Sevapet insanin e çojnë në xhenet, gjunahet insanin e çojnë në xhehenem. A kanë mundësi këto dyja më undru? Po kanë mundësi. Qysh? Dietarët kanë thonë, kur janë pyet për këtë pyetje, një njeri e gaboj, e boni një gjuna, e i ra pishman, tën jetës ti e përcjell foj, pse e bona, pse gabuva, ndjen keqardhje për atë gabim, për atë gjuna, për atë mëkat, nashta sot e 30 vjet. Me i thonë Zoti ymer deri në kiamet kishte me ndje keqardhje. Që kjo keqardhje, pse ti e bone këtë gjuna, ka me çu ty drejt në xhennet. Sa që edhe shejtani i mallkum ka me thonë qysh e shtina me bo gjuna, a që ky gjuna ra sebeb, e ky u kthy, e u pendu, e u përkushtu në rrugën e Allahut, e Allahu e çon në xhennet. Edhe kundërta, njeriu e bën një sevap, po në vend se të thot elhamdulillah që Allahu ma mundsoj me çliru dikand, ma mundsoj Allahu mi ndihmu dikujt, elhamdulillah kjo është dhunti e Allahut, kjo është dhurat e Allahut, aje merr tuponin, e ja nis reklamen, e ja din ty kur të kom çliru, e ja din ty qysh të kom nimu, e ja din ty ku unë vetë ta kom letësu, e ja nis mu livdu, e ja nis mu sjell vërdall, mendje madh, sa që e humb krejt atë sevap, e bon shkak lavdata e ti, e mendje madhësia e ti, e humb sevapin edhe runa zot shkon në xhehenem. Për këtë arsye, sa herë që e bëjsh një vepër të mirë, para se mu krenu, para se mu livdu, meno kush është ai që ty të ka mësu,
Kush është ai që ty ta ka udhëzu, ty ta ka lehtësu? E dini burra, so njerëzit janë zbulu emrat e tyne që i kanë bërë sevape gjigante, i kanë çliru njerëz, ja u kanë lehtësu njerëzve, por kur njëherë nuk kanë pranu që emrat e tyne mu zbulu. Madje edhe kur kanë dhënë sadak, thuhet për ata njerëz që kanë nejtë në fund sofave, edhe ju kanë ndihmu njerëzve, edhe ju ka thonë mos e kthe kokën, këto e ki këtë ndim. Allahu më ka nimu, unë ty du me të çliru. Allahu më ka nimu, pse? Veç medita që ka thotë Allahu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Prej asaj që unë ju kom dhoni juve, ju e keni obligim me dhamë. Prej asaj që Allahu na ka dhonë neve, na e kena obligim të tjerëve me ja udhëru, me të tjerë të mirën e Zotit me nda. U kthy pejgamberi alayhi salatu selam prej xhamie në shtëpi, e pyti zojën e shtëpisë, nanën e besimtarëve, se gratë e Rasulullahit kanë qenë nanat e besimtarëve. Edhe i pyti, çka ka për drek? Tha një çorb, ja vënoi emrin. Për sa veta ke ba? Oj gruaja ime, pyti Rasulullah i gruajen e vet. Ajo tha për mua dhe për ty. Tha shto, tha çorb, le të hajnë edhe tjertë me nesët. Do të thotë, mundohu me do qatë mirësi që të ka dhonë Allahu, tjetë pjesëmarrës edhe dikush, se ka mundësi qatë pjesën e kafshatës, ka mundësi qatë pjesën e trëshës, që ti s'ja vëran menën, që atu mu konë bereqeti ytë, aty mu konë mirësia e Allahut, e Allahu ty me të gëzu. Andaj të dashurit e mi besimtar, mos hekni dorë prej veprave të mira që njeriu në këtë dynjë ka mundësi me i ba. Sepse nëse njeriu heket dorë, atëherë me automatizëm ka pranu ofertën e shejtanit për t'u bë xhamati i tij. Ata thrasin, ata punojnë, shpeshherë konsolidohen, shpeshherë ata participojnë në projektet e tyre. Po ne të cilët kemi pranu të jemi një umet, një bashkësi, një popull, si që jemi ne shqiptarët, ti besojmë Zotit hak, ta pranojmë ofertën e Zotit Xhennetul Firdausin, e kemi obligim o vllazën të bëjmë sabër më shumë ndaj njëri tjetrit, e kemi obligim o vllazën t'ia dhojmë krahun njëri tjetrit, në mënyrë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut Dhul Xhelal. Allahu na ka ndëruar me këtë iman, na ka respektuar Allahu, siç thot një dietar, veç mendo sa bukur ka thonë, Allahu na ka udhëzu në Islam, pa e kërku na islamin prej ti. Cili prej neve ka kërku islamin? Asnjëri prej neve nuk e ka kërku prej ti islamin. Allahu na ka dhënë dhurat. Sa miliona njerëz jetojnë nëpër botë, e sa nuk janë musliman. E neve Allahu na ka dhuru këtë islam. A thu vallë, kur do ta kërkojmë prej Allahut Xhennetul Firdausin, a do të na jap Allahu Dhul Xhelal? Jam i bindur se derisa të thotë ky dietar, derisa na dha islamin, pa e lyp prej ti, do të na jep xhenetin duke kërku prej ti. Duke kërku prej ti. Mirë po vllazën të dashur, ne jemi një sfidë, jemi duke jetuar në Evropë, e kemi emanet o vllazni këtë shtet, e këtë liri, e këtë pavarësi, e këto mirësi që ne ka dhuru Zoti, me disa specifikat të jashtëzakonshme që sot bota na i ka lakmi. Wallahi jam i bindun, pse bota islame ka lloj-lloj popull e naci, e ka nacionalitete, na e kanë lakmi këto specifika që na i kemi o vllazën, po veç kohën, veç motin, veç vendin, pozitën gjeografike që na ka dhuru Zoti, një 4 stint e vitit ti me i përjetu, e të mirat materiale që Zoti këti venit, këti populli ja ka dhuru, e mirësi të shumë të o xhamat, o vllazni, e kemi obligim me rujt, se besimtari nuk është buk për mës, por besimtari është falenderus, por besimtari është mirënjohës. Allahu e dën, e shton, e run, e stabilizon, ja lehtëson rrugtimin e tij, kur ai nuk është buk për mës. Prandaj të dashurit e mi, keni kujdes se këto mirësi të mëdha të Zotit që na i ka dhuru, Allahu na i run, edhe na i begaton, pavarësisht prej proceseve dhe rrethonave qofshin globale që reflektojnë edhe në interesat tonë kombëtare dhe fetar. Allahu na i run kur i kemi 3 elemente që i ka në gjenezë shqiptaria. 3 elemente që i ka ndërtu të partë e këtij populli, të
fort e këtij veni. Ato janë 3 elemente që lidhen ngushtë o vëllezërit e mi me besimin ton, lidhen ngushtë o vëllezërit e mi me identitetin ton. E para është besa. E dyta është moral e ahlak e namuz, ahlak e edukat e sjellje. Edhe e treta është it'amu ta'am, mi dhon buk njerëzve. Ai që je buk, ai e ka dynjon edhe ahiretin. Allahu e don për 7 pol qejve, buk e kryp e zemër. Kjo është parola, kjo është motoja e jona, e shqiptaris, e cila kanë gjo, vëllezër të dashur, të jetë në një vi me atë që ka ardhë Muhamedi ynë alayhi salatu wassalam. Ai kështu i ka mësu sahabët e tij, ai i ka mësu ummetin e tij. Kështu edhe ne kemi obligim me vazhdu. Nuk mohet as din, as iman, as vatan, pa bes, nuk ka. E dyta, pa moral, nuk ka rini të shëndosh, pa moral, morali është mbi gjitha. O vëllezër, njeri mundet me me pas shkollë të madhe, diplomen, po të bëj be, mundet edhe shleperin me rzu, çfarë diplome të madhe ka, por nëse nuk ka moral, nëse nuk ka ahlak, nëse nuk ka edep, nëse nuk ka namuz, nëse nuk ka sjellje, nëse nuk ka edukat, nëse nuk ka etik, o krejt prej ti kanë me ik, sepse njeriu në shkolla insan nuk e bën. Edhe e treta, o xhamat, është it'amu ta'am, me dhon buk. Ai prifti jahudive kur e po Muhammedin alayhi salatu wassalam, e pat emrin Abdullah. Kur e pa Muhammedin alayhi salatu wassalam, dhe fjalën e parë ju tha ensarve, edhe ju tha muhaxhirve, sepse u bashku në Medinë, mbas 13 vjetë vujtje në Mekë, ja u dha Zoti mundësinë me themelu shtet, edhe të njëjtën kohë me ecë përpara. Fjala e parë, çka ju tha Muhammedi alayhi salatu wassalam, tha fa at'imu ta'am, jep ju një buk, tha njerëzve. Ai u çun kom, tha unë tha jam prifti jahudive. Unë besoj se ky është Resulullah. Ata i thanë, qysh ti po beson këto? Tha po e besoj, sepse kështu tha qa flet ky, ka fol edhe Isa alayhi salam, edhe Musa alayhi salam, edhe krejt pejgamber. Kudo që kanë shku, kanë thirrë në solidarizëm, kanë thirrë në humanizëm, kanë thirrë në bashkim, jo në përçarje, me bollugë kallaj. Po me i bashku njerëzit, edhe me i bind ata, si një trup i vetëm me qëndru përballë sfidave të jetës. Kjo është sfida kryesore e çdo njeriu, madje e çdo zotit shtëpis, madje çdo mësuesi, e çdo hoxhe, e çdo politikër bërësit, e secilit njeri i cili ka një trup përgjithësi, e ka obligim me i bashku, jo me shpartallu, sepse mëkatet janë determinuesi kryesor i cili shpartallon njerëzit, edhe i cili shkaktari kryesor i cili hallakat njerëzit. Se vapi, afërsia, bërja punëve për hir të Zotit, na duhet i bindum njerëzit me i bë punë për hir të Zotit. Ne duhet i bindum njerëzit ta lexojnë të vërtetën, e pastaj secili ka mundësi me dallu të mirën prej të keqes, e secili ka mundësi me dallu hajrin prej të mirës, secili ka mundësi të dalloj hajrin prej sherrit, të mirën prej të keqes, edhe secili ka mundësi pastaj të dalloj mikun prej armikut. Mirë po të dashurit e mi, ne shpesh herë thirremi në ajete, në hadithe, e kemi harru që është shkencë në vete, edhe është në art në vete. Qysh mundu me i kuptu thirrjet e Zotit? Qysh mundu me i kuptu thirrjet e Zotit? Pse, ose ma mirë me thonë, pse nuk po i kuptojmi thirrjet e Zotit? Pse nuk po i kuptojmi thirrjet e Muhammedit ton alayhi salatu wassalam? Hajde të kemi dert, shiqa në vitin 1258, në atë kohë në dinastin Abbasite. Po u kallzoj një detaj historik që nuk mundu me gjetë gjithkon. Ky detaj është në libra, duhet ka gjatë me ditë natë, thellë duhet me hi. Se prit kur dikush mytet edhe në bazën të shtëpis, se nuk din natë, thellë duhet me hi për me lyp këtë informat. Aty vllazni mongol para ky muhabet është fiks të dashurit e mi afër 900 vjet para kësaj kohe. Atër mongol të shkatërrojnë perandorin apo dinastin Abbasite, cila udhhiqej nga shumë burrave të mëdhej, edhe kryeqyteti asaj kohe ka qenë Bagdati i sotëm. Sa që vëllezër është ndru destinacioni e Eufratit është një lum që ka në midis Bagdatit, është ndru destinacioni i tij prej bibliotekave të mëdha që i kanë kallë mongolt, ja u kanë kallë shkrimet, edhe shkencën, edhe librat muslimanëve. Ura kanë marru,
Ura kanë maru të i gju librat në kanalin apo në atë lumin e madhë, sa 100 herë lumi i bërë. Mirë po, që ka thënë djetarët asoj kuhe? Që ka thënë djetarët asoj kuhe? Thanë, nëse na jemi të vërtet në fejnë tënë, edhe në islamin tënë, kena mundësi, tha, këta, ti bojemi meq, pse i kemi arë meq. Qysh ka mundësi, tha sjellja junë. Nuk shkoj as 100 vjet, ja shumë janë 100 vjet. Ja shumë janë. Nuk shkoj as gjysmë shekullit të dashurit e mi. Nuk shkoj as gjysmë shekulli. Edhe komplet rrjedha e historisë shkoj në favorin e muslimanëve, ata të cilët kishin ardhur me shkatërru dhe me prish kulturën edhe shtetin e dinit islam, Allahu ja mundësoj të jenë pjesëtar në tradita, në besim, në ahlak dhe në sjellje. Po edhe ne o vllazën të dashur, kemi mundësi që spashku t'ja afrojmë këtë mirësi që na dhuroi Zoti. Andaj mos harroni se do të na pyet nesër Allahu xhelle xhelaluhu, a mujti të paktën dikush me marrë një try lakmije, jo lakmije shumë e madhe, një try lakmije, dhe me na po me thonë elhamdulillah sa mirë janë këta. A shpesh herë për shkak mëkateve, për shkak arrogancës, për shkak kryenetësisë, për shkak mendjemadhësisë, me petkun islam i largojmë edhe i krijojmë hendeqe ndaj islamit, edhe bim pastaj edhe viktim, edhe njerëzit e sinqert, edhe njerëzit e vërtet, që njerëzit më thonë ja, unë kështu nuk du. Mos u fal, thot për islam se kështu nuk du. Pse këso janë ndihmon, përveç janë ndihmon dezinformata, edhe përveç janë ndihmon, do më thonë media e shkatruar totalisht nga vërteta dhe realiteti, është edhe të njëjtën kohë sjellja edhe arroganca edhe mendjemadhësia e një pjesë, s'po them të gjithëve, e një pjesë që shpesh herë teshës të bardhë, pika e zezë i duket me kilometra. Teshës të bardhë, pika e zezë i duket me kilometra. Kësaj gjybës, e cila është në ngjyrë të zezë, 100 pika në ashtat zeza i ka, po nuk i duken, sa është e zezë. A teshës të bardhë, një pik e zez i duket me qindra mija kilometra. Allahu na mundsoft ja Rabbi që teshën e bardh ta veshëm përmbi zemrën e bardh, e mos jetë e kundërta. Ta veshëm teshën e bardh përmbi zemrën e zez, nuk të kryjm punë të Zotit i madhnushëm. Allahu na mundsoft që me fillu përmirësimin prej zemre, prej mendje, e pastaj me dal nga dal edhe në sipërfaqe në mënyrën më vllazërore të mundshme, të bashkuar rreth litarit Allahut, të arrijmë kënaqësinë e Allahut në dynja dhe në ahiret. Qofshin faqe bardh. Faleminderit për vëmendje, e qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, i lutem dhe i përgjerohem me madhërisë e tij që të na falet, na udhëzoj, të na bashkoj, të na drejtoj, edhe të njëjtën kohë gjitha të metat Allahu të na imbuloj. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا أجمعين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد لازم ثبت زوت القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين mos u shqetësohuni dhe mos u dobësohuni dhe mos e ndjeni veten të nënçmuar, ju jeni më të lartët pse ju ka zgjedhur Zoti besimtar, por për ta ndjekur kënaqësi të besimit, amoni kuft bëhuni hakikat besimtar. Allahu na mundsoft edhe na lehtësoft, wa aqimus salat dhe përgatituni me fal xhumon e Zoti na pranoft.